Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Me emrin e Allahut, i gjithë mëshirshëm, i gjithë mbështetshëm, Allahun azza wa jalla falenderojmë, për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet e selamet i kërkojmë në më të mirën e krijesave, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar mysafirë dhe mëshiruesit, Allahu subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është një kënaqësi e madhe, një privilegj i madh, një ndjenjë madhështore për ne që të jemi prej të ftuarve të Zotit Zul Xhelal dhe kryer këtë ritual madhështor që është umri. Elhamdulillah, Allahu azza wa jall na ka dhuruar shumë mirësi. Kurse ajo që na lidh ne për detyrë është që ne ta falenderojmë sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahu azza wa jall thotë në librin e tij fisnik: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse ju do të falenderoni mua për mirësinë më madhështore që ju kam dhuruar, për gjitha mirësitë, mirësia më madhështore është udhëzimi në Islam, edhe për mirësitë e tjera, ka dyshim se unë do t'ja ushtoj ato edhe më shumë. Prandaj le të jemi rob falenderues, nderuar vëllezër dhe motra. Jemi falenderues dhe ndaj atyre që janë bërë sebeb për ardhjen tonë në këto vende të shenjta. Pra shërbëtorin e dy xhamive të shenjta, Muhamedit Selman dhe trashëgimtarin e fronit djalin e tij Emirin Muhammed, Allahu ja shpërblef në të mijat e tij të pafundme dhe i nderoft në grada në xhenerat e larta. Prandaj ne sapo kemi në ihram vëllezër dhe motra, përfitojmë në këtë çast e kaq të bolitshme derisa të arrijmë në Mekën e shenjtë, kryejmë ritualin e umrës për cilën kemi ardhur dhe këto çaste të shfrytëzojmë duke bërë sa më shumë adhurim. Një prej adhurimeve që do t'ju këshilloja është dhikri, të përmendurit Allahut, bëni dhikr, thoni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ose la hawla wala quwwata illa billah. Kjo për të qenë pejgamberi i Zotit është besar për besarëve të xhenetit. Pra, sepse me përmendjen e Allahut ka dyshim që zemrat pushen, zemrat kënaqen, zemrat freskohen, zemrat gjenerohen, si thot Allahu azza wa jall, ela bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ka dyshim se me përmendjen e Allahut zemrat pushen. Prandaj vëllezër dhe motra duhet të zgjaten shumë se ne kemi dhe një vend, po e mori mikrofonin hoxha, haron ta çoj, se kemi dhe hoxhallar dhe tjerë të nderuar, hoxhën e Shkupit, Shejtalën dhe hoxhën nga Gjilani, por edhe atyre do të them fjalët na thonë do një këshillë atyre. Shkoma kështu që të përfitojnë në këto çaste polishme, edhe një Allah i shpërblet gjithë ata që janë bërë sebeb për ardhjen tonë këtu dhe të mundohemi sa më shumë adhurim, që inshallah dalim ditën e Zotit me këtë adhurim parë dhe shpresojmë mëshirën e tij Allahut i shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.